kisha marrë, mora çunit një moment ishte një litar që mbahej edhe kështu, pastaj edhe lëshoja, si çfarë kishte brenda ajo. Ja kam marrë në jashtë. Këto ka goxha, këto më të thjeshta. Ka, domethënë janë gjëra shumë. Pastaj janë këto shumë argëtuesësh. Po pa diskutim, pastaj janë këto rrjetet sociale që ja u prishin shumë edhe punën. Prestigiatorëve nuk është problemi e prishjes punës. Jo, sepse normalisht mënyra se si e performon apo mënyra e argëtimit agreguar. Tani nuk besoj që ka më njëri në vitin 2025 që mendon që po bëjnë vërtet magji. Pa diskutim. Tham, po të bësh magji shkonorza të filloj. Kështu që patjetër janë numra shpejtësie, nuk i bëjmë dot gjithë, se po dinim ti bënim, do i bënim. Do ishte ftuar në podcast si prestigiator. Kush e di sa 5 vjeçë do kisha çuar në shtëpi. Po, e vërteta kjo është. O, Jul Gjo, te kjo pjesa e magjisë, po e them kështu domethënë, skenike. Magjisë skenike. Ka diçka më shumë se sa thjesht truke shpejtësie, ka gjëra që mund të jenë pak më të mistershme ose që mund të shkojnë vërtet drejt magjisë tamam, po them. Një nga gjërat për të cilën në disa nga performancat e mia se kam dëgjuar lloj historish, nga më të çuditshmet, po them. Domethënë edhe i thash mamas, një termosmerë në telefon. Që se merr dhe me kamera. Na shto edhe kamerë tjetër. Shumica normalisht të performosh në skenë, në pjesën e numrave, trikeve të shpejtësisë apo aparaturave të mëdha për të cilën janë normalisht kërkon një regjim vete. Përveç regjistë televizive që shumë veta e njohin, patën këta që punojnë në televizion, pjesën e performimit, trukut apo pozicionimin e kamerave, largësinë, afërsinë. Është më vete kjo. Është më vete që shumë herë më ka dashur në për shumë televizione që kemi performuar dhe kemi bërë aktivitetet janë futur vetë në regji, për të cilën në bazë të minutazhit kam tu sufutes të lajë. Jo, këtu kemi profesionist. E di vetë ai ka shkon 5 vjeç. Këtu kemi profesionist dhe nuk kishte nevoja. Dhe normalisht shumë herë në pjesën e këtyre truke ka pas edhe pjesa që kam performuar dhe thjesht për një pasaktësi të kamerës normalisht ka zbuluar diçka. Jo ka zbuluar. Po në momentin në pikën tate të finales të performancës kamera kap të publikun. Ndërkohë që ti doje aty ku ishte pjesa më e rëndësishme e numrit. Se ta marrë dhe do një tjetër. Po këta njerëz këtu. Kështu që normalisht duhen profesionist për ta bërë. Për çdo lloj fushë. Por që dhe nuk i vej faja sepse është diçka që për cilën nuk e din dhe kështu që ne mundohemi të merremi pak. Siç thua ti dhe jo vetëm pun ka, po s'ka profesionist. Jo, këta ka thënë po ti dhe jo vetëm thënë. Unë them që ka kazma lopata, po s'ka kush t'i punoj pastaj. Punë prestigjatorie është shumë e vështirë. Unë mendoj e vështirë. Po do të ushtrohesh, do durim, edhe të artin përgjithësi për te. Po pa shiko, unë kam një mik shumë të mirë, më tha mua ai, do ma mësosh kitarën. Thash unë po, më ta mësoj unë, thash unë. Po përsa e mësoj unë, këtu thash unë s'ke për ta mësoj. Këtu s'kot mos është. Unë kam 30 vjet, 40 vjet. Ti sa veglave u bie, se ti ke bërë dhe liceu në Korçë, pra je futur për muzikë tamam. Nuk e ardh nga nga hiç, jo. Pa diskutim, unë jam marrë me muzikë dhe merrem akoma, pasi kam mbaruar një akademi, unë jam prapë në akademi. E diti që Ariani ka studiuar për kontrabas. Është ajo violina e madhe sa unë këmbë. Violina, më e madhe se violina është viola, më e madhe se viola është violonceli, më i madhe se violonceli është kontrabas. Thash, si violina, po sa unë këmbë, domethënë. Po, unë kam studiuar në fillim për kitarë. Pastaj nuk kish kitarë në Korçë, detyrimisht do. Kish kitarë në Korçë, ç'a thua? Kam mbaroj një. Në lice nuk kishim kitarë. Kemi pasur vetëm në 8 vjeçare. Dhe pastaj binte që unë duhet vija në liceu artistik në Tiranë. Mirë po, në atë kohë tash, presupozoj që do rinja për konvikte vetë dhe prindrit nuk deshin të më linin. Thanë okej, do vazhdojsh për një diçka tjetër. Edhe isha midis flaut, tromp, edhe nuk e di pse pastaj kisha atë gruvin brenda dhe thash do studioj për kontrabas. Mbarova erdha këte, mbarova. Është i rënd? Si vegël si peshë apo si peshë? Jo, absolutisht jo. Kurse tani jam prap në akademi, edhe madje jam i sigurt që na shohin të gjithë çunat dhe goxhat e klasës. Jam për jazz këtë radhë, për muzikë jazz, sepse është hapur deka e re e jazzit. I përshëndes të gjithë aty dhe i përshëndesim Lena.
kaloj një super edhe me pedagogët, domethënë është kjo që je edhe pedagog, je edhe student, je nga të gjitha, domethënë. Është gjë më e bukur që mund të ndodh njeriu. Kam parë që vitet e fundit është ngritur një kulturë jazzi këtu në Tiranë paktën. Është ngritur dhe tani më pëlqen. Sa autentike s'është se jazzi nuk është hyni, po sa jam mbrimne që të jemi pranë jazzit siç është edhe sa ja fusim kohë. Shiko, ne se jemi në fillim apo. Muzika jazz për mendimin tim është për të performuar diku dhe ti ta dëgjosh. Tash çdo gjë ka ta ndisur, duhet marrësh dhe një gotë verë, një gotë, por nuk është çdo gjë me të pirë. Pastaj duhet kemi opsione edhe për ata njerëz qofshin pak, që ta dëgjojnë edhe ta shijojnë. Ne nëse do themi një institucion jazzi është vetëm akademia. Nuk është se ka diku ku të performosh. Përveç se këto skenat që folëm çpari, që ti mund t'i marrësh diku me qira dhe pastaj fillojnë të lashë dhe avaze të tjera, pagesa, drejt më the tash. Puna është që ka shumë pasionant të muzikës së jazzit, ka shumë jazzist që janë vërtet duke filluar që nga pedagogët e mi, Emiliano, Gentrushi, Andi Kongo, këton janë, po që puna është të jetosh me muzikën jazz është një çike vështirë. Edhe lokalet janë të pakta, megjithëse më pëlqen jashtëzakonisht është quhet ajo nota blu që ka diçka magjie, Blues. Jo, nota blu thashon, jo blues. Nuk ka lidhje me bluesin. Ka lidhje golf me jak ver. Serë të flasin. Puna është do zoti arrim deri të kemi të pasurit të një institucioni muzikës jazz. Kemi operan, kemi RTS-n ku përmbaron ti Akademinë e Arteve dhe shkon aty. Po pastaj është dhe kjo që tha dhe Viola që mund të shkosh dhe jashtë, megjithëse kryeministri na do të gjithë në Shqipëri. Po ku pra në institucion jazz. Epokën e madhe të Tallavas edhe të Po ka disa njerëz që e kanë këtë qeshin. Ka ishull kështu, ëh? Ishull po të vegjël. Ishull jazzi. Edhe do ta sugjeroja në këto ambiente ku performohet, janë ambienti sa studia jote. E di, përgjithsisht të vogla, shumë të ngrohta, ka shumë të ngrohta me 30-40 veta dhe ti kënaqesh atje. Jo si këto tjera që janë 3000 veta dhe humbën mamaja të birin i birit jam, nuk është një shprehje. E vërtet. Ato janë unë kënaqem, do ta sugjeroj. Po, nga jazzi kalojmë çik tek serenadat korçare se ato i duam shumë. Të këndoj prap. Jo, tani do të bëj një pyetje, pastaj mund këndosh. Cila është gjëja më e paqartë që njerëzit kanë për serenatat? E para punës njëri që është pyetje shumë e vend kjo. Serenatat, tani unë jam nipi i një këngëtari shumë të njohur, flasim për atë kohë, Toli Adami, i cili është një nga tenorët e Korçës të grupit Karakteristik Lira, juve nuk e njihni, ka qenë grup që kanë kënduar këngë patriotike, po do t'ju them këngën. Tua mëngjeset e maj. Ke parasysh kush ai është gjyshi. Tani si vjen puna e serenatave. Ai më ka lënë një fletore mua me tekstet e të gjitha këngëve serenatave. Këto e të shkruara me dorën e vet. Dhe kur dëgjoj këngëtar që bastardojnë tekstet, muzikën, që i ndrojnë gjithçka dhe bëjnë çdo gjë për lek, unë bëjnë xhint dhe se dua ta kuptoj, nga që si jemi korçar, po them edhe nuk e njohim këtë kulturë. Si bastardohet një serenat? Në ç'kuptim bastardohet? Ja të ta them. Unë po serenata është këngë dashurie apo ja? Po jo, nga vetë fjala serenat që shkon diku bën kantave. Tash nuk mund të marrësh çdo tekst i thotë ta zemë. O bil edhe ti mund t'i thuash më i thellaz. O thellaz ai nuk është bil është thellaz. Domethënë ndrojnë në fjalë, shtojnë tekste më shumë, bëjnë ç'të të them. E para, e dyta, më bëri çudi se dikush më tha mua serenata korçare, nuk janë korçare. Vet ne si Shqipëri. Po ta marrësh historikisht ne kemi qenë 500 vjet të zaptuar nga turqit. Ne kemi dhe varet e francezë. Unë besoj që prej ardhjen kjo emërtimi serenata korçare ka nga këngët franceze. Edhe nga vetë ritmi, se shumica e serenatave janë 3-4 ato. 1-2-3. Unë them se dhe pastaj pas shumë kohësh, domethënë kemi shumë këngë të vjedhura që kemi vjedhur dhe unë e them me plot gojë nga grekët. Edhe ajo kënga që këndova unë Ana Vezullon Korçën e ndriçon, ajo është këngë e këngëtarit të mirënjohur grek Yorgos Dalaras, i cili ka të deklaruar që në vite më përpara dhe në YouTube. Kurse këtu në YouTube është nga mua, më kupton, po këta janë thjesht njerëz të cilët edhe nuk na bëjnë keq, se po do doja ai të fillon edhe të ndjekë po penalisht po, ndiqesh, sepse
ti ke ndryshuar vetëm teksti po themi. Unë edhe sot që flasim, pa vënemra se unë kam dhe miq. Po mirë, si e the kështu ti që ja kam vjedh atij se do më thënë ti e ke folë me atë. Po jo më jam mbaj këtu me zë dhe me ekran, ta them unë që kam vjedhur. S'ka gjë. Sa i madh që. Po jo këtë bëjmë një ditë një podcast neve këtu dhe të sjellun tërë këngët greke. Me këngëtar korçare dhe tuajt. Edhe morën edhe me tekst. Edhe tani kanë filluar bëjnë copy paste edhe tekstin. Komplet, po fare, më burr fare. Do të këndoj un këngë, po nuk kam kompleks, unë thash jam në jetë e dytë tani më. Nuk kam kompleks, unë t'i sjell këtu të gjithë ata që vjedhin këngë dhe më vjen i nat dhe gjyna në fakt. Edhe gjyna. Edhe pastaj se nuk është e vjedhur që Vudi Ariani, po Ariani ka dhe një grup bashkëpunëtorësh nga mbrapa, ka studion ku punoj, do thash po çfarë ka ai studio si Gjori se i tan bebe. Mos vazhdo mos të fut spakun loj. Po mirë më. Të marr punë dhe kryenin, po jo. Ideja është që këta nuk i vjedhin njëri tjetrit, ta vjedhin nga jashtë, kështu që spaku për jashtë nuk është se intereson shumë. Okej. Dhe unë dhe sot që flasim, do të thënë kam ca miq në Korçë, ata gjosh kemi bërë një serenata. Po më vita dëgjojnë serenata ashtu. Dëgjoj kënga e një këngëtari grek Paskali Terzic. Edhe kjo që këndova unë e Draga Druk. Kush ka YouTube, vereni to tram, to telefteo. Është greqisht titulli, edhe dëgjoni Draga Druk në origjinal. S'ka, domethënë nuk ka, sidomos pas 90-s, çfarë këngë e bukur të pëlqente ty, thjesht i vinje një tekst shqip edhe mbaronte puna. Edhe ti që je i ardhur në Korçë, se unë jam ikur. Ti që je i ardhur në Korçë, vetë aty në një lokale dhe gjon serenata. Jo, prandaj pyeta se nuk e dim edhe ngatrojmë edhe. Po, shiko, na hedhin. Po ti më pyet mua edhe ti them se po të pyesësh ata që i vjedhin si do të thotë ai. Jo, normal që s'thonë. Edhe unë thash, unë i kam me merak, unë madje kam bërë, mund ta përmendim, një kanal shumë të madh televiziv. Top Channel, unë kam qenë në kohën e pandemisë, artisti më produktiv do thoja. 3 muaj që ishim në pandemi të mbyllur brenda, unë risillnja nga një serenat korçare në stilin country, pa e prishur, pa e dëmtuar as vjen melodike, pa dëmtuar as tekstin, pa dëmtuar as gjë. Thjesht ritmisht e country dhe po ta në stilin amerikan. Po zakonisht korçarët tonë në Chicago, onë Selanik ke. Onë Selanik në Chicago. Në stil korçar mbetet prap. Prap korçar, po që mua nuk e di. Unë u kënaqa shumë aty dhe i kisha serenata të detajuara. Tekstin, do më thënë, ka qenë një serenatë, mbajmën si tani një shumë këngë vjetë dhe ka marrë një zotëri cili është në moshë në Amerikë dhe kam pyetur të lutem, i tha shumë më dërgoj originalen. Dhe ma ka kënduar me një gitarë me video, ma ka nisur, do më thënë, unë nuk mund të këndoj do të një këngë pa marrë tekstin original, pa marrë muzikën dhe shqyqyr zotit janë disa njerëz akoma në jetë që kanë një farmosh, po dhe shkoj i takoj, qoftë në Korçë, qoftë me këto celularët në për kamera, i them të lutem, ma thuajnë tekstin, përdoj një material që s'di. Se sot janë o bura, më bjerit i bjem këto. Jo, ore, pse na pëlqen kaq shumë muzika greke? E kam serioze pyetjen. Sepse atë dim dhe jemi në kufi. Nga ana Korçë. Fte nga ana tjetër muzika italiane. Apo sepse është vërtet është ndjer, mendoj unë edhe po mos e kuptosh. Është e arir nga pikpamja artistike. Ka një lloj melankolie muzika greke që unë do ta unë i quaj personalisht grekët i quaj kryeqyteti i Ballkanit. Edhe ata Ballkanas janë si puna jon, më kupton? Tjetër se kanë hyrë në Europë, janë një çik më liberale dhe një çik më mendjahapur, do thoya unë, se që tysh në Evropë nuk është ndonjë gjë e madhe. Por thjesht janë një çik, domethënë më thëshin ama se Dembel, kush është Dembel? Ai që vetë rit deri në orën 6 në përbuzuqe të mëngjesit. Pastaj shkon në shtëpi, bën një dushtrit, një orën 8 e kem punë. Ai është Dembel. Domethënë ata janë njerëz që bëjnë shefin, vëlla, punë. Këto nuk e di pse ky racizëm, por besoj se shumë herë është një luftë gjeopolitike. Po, patjetër. E cila futet kudo në të gjitha shtetet, po çfarë ka populli i gjor? Merrat 5 vjeç kënse po shikoj aty po të ta marr prapë. O Jul, na bësh ndonjë numër shpejtësie tjetër. Po, patjetër. Kemi ende? Okej. Ti s'ke lënë loj pa sill këtu. I fortë, më pëlqen. Ja, ky është podcast me artist. Pas podcastit jeni për përshësh pastaj. Jo, do na bëj vjola një numër shpejtësie. Do t'ja këto për 3 minuta, do t'ja këto mas ju këtu që të... Okej. Ai këto për 3 minuta. Kalojmë pak kokoshkat tek miku ynë Goni, që nuk e di si na ka toleruar që ja morëm kokoshkat, po ka vendosur të jetë i mirë.
Jo, të qënë se Tasi nuk është plotë si në fillim. Dhe sa parë se fillon me misionin normalisht. Mund të na mbushësh Tasin ta Po mos do mbushë. Me gështenja këtë radhë. Jo, se jemi ndjet. Deni është pastaj që ulen shitjet. E kërkosh kafe. Mirë. Tani dua të bëj një trik tjetër që do të bësh. Okej. Ta dorën. Diskutime. Dorën e maj. Okej, do vendos disa letra këtu në dorë, nuk e di nëse duket. Shëndet. U kolite. Faleminderit. Atëherë, do vendos disa letra. Duke i numëruar bashkërisht. 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Duke qenë se ti nuk beson shumë. Besoj. Jo. Numëroj edhe një herë tjetër, sa letra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okej. Atëherë. Urdhër. Letrat do i kthejmë nga pash në mbrapsht. Mund të më pak? Me bari lidhje. Si bëhet kjo nga pash në mbrapsht? Nuk e numëruar. E mbaj unë këto, okay. 4 5 Do të vazhdo. 6 Mbaj. 7 8 Gjoli 9 9 10. Okej, vendosi duke duart. Okej. Që vendosi dorën sipër edhe mos i lëviz, tash i vë kamera. Mirë. Vjon. Si frikshëm. Si frikshëm, po do t'i bëj edhe unë një. Okej. Stop. Okej, edhe një herë. Okej, gati. Hajde. Stop. Po do t'i bëj edhe unë një. Po sa mora veç kemi prestigiator. Është një 3. Atëherë. Marrim 3 letra nga paku. 1, mbaj. Ku është? Mbaj. Çat mbaj? Po bëj sikur e mban. Okej. E zej. Kamera duket letra. E shifni besoj, Kujdes të dytën mos të bjerë nga dora. Pa edhe një tjetër. Sheka dhe, mos e am të rënda për i dhe? Me dorë tjetër? Okej. Tregoj kamera sa letra janë. Qa janë? Unë që t'i bëj këto. Qa kemi? Dhe një tjetër, 3. 3 bë. Ne më të mbaj unë. Jo. Okej. Mbaj foto ato, mos i lëviz. Atëherë, Viol, ti dhe një letër. Ups, më vrave. Na, okej. Edhe tjetër? Po? Ja, opa dhe tjetër. Okej, e hedhim. 3 dhe 3 dhe 10, duhet t'jenë 13. 13 ose 7? E po ndaj e mendjen. Jo, si mendon ti? 13 me logjikën me gjithë këto 3 qodhe. Tash si do t'i nxjerrësh 13? Ti mori nga dora dhe ti vuri Jo, prapë. nuk i mori, jo. Nuk ka marrë se i pash unë, s'ka marrë gjë. Apo se nxorra me 11 gishta këta po. Atëherë, i numërove sa ishën 10. 10. Okej, atëherë. Prokiti gishtat. Prokiti gishtat. Jo, di një E draga druk. Bravo. Sa herë? Jo, di një magjik shumë popullore. Jepi. 3? Si është ajo magjia popullore? O zoti bësh libra 13 libra. Atëherë, hapi pak duart dhe do i hedhësh një nga një. Me dorën tënde. Dorë vjerës. Shu. Po. Të mbrapti apo kështu si? Po duke numëruar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jo. 11 12 13 janë. Jo. I frikshëm. Julian Kazazi. Ishte Viola. Pa ndihmën. Frikshëm. Ta nxjerr me 11 Apo gishta. ishim këtu, Atëherë prit. Zonja dhe zotëri, hapi pak duart. Do ta nxjerr me 11 gishta, unë prestigiatori. Fillon numëro. Mbrapsh nga 10 në 1-shi. 10. Pastaj. 9 8 7 6 Edhe 5. 11. Bravo. Ky është Andrea, si shumë i shpejt dhe pa me la punë. Jo, problemi. Jo, nuk e di. Unë e zora me 11 gishta, kam dëshmimtar. Po. Problemin e kam unë tani. Që të më nxjerrësh ua me 13. Do ma kërkoj në për event ai do t'i vi telefon. Jo, po se vini mendjet. Ta është pa truk pa gjë, është për shpejt kjo. Bravo Jul. Që knajshëm. E ti bëj që 10 kishe në dorë. 10 kishe në dorë. Po unë s'kisha as vegla as letra as gjë. Numëro vetëm i thashëm. Më thoni 6 edhe 15. Jo, po them për letrat. 10 letra në fillim. Po punoj me këta, çfarë do t'ja fut shokut unë, s'më edhe më çuditë, në më dorë më çuditë, nuk po i mbajna vetë valla. Nuk e di ku e bëri Iler, se u mor gjoja merreshe me Violën tek te kishte vendin. Ajo është që të humbësh mendjen. I frikshëm. I jashtëzakonshëm. I jashtëzakonshëm Jul. Ma bëj një cikë kitarën elektrike, lutem. Ta këndojmë edhe një këngë. Ta këndojmë edhe ta mbyllim apo do vazhdojmë akoma? O ta mbyllim se na ka vajtur minutazhi tani, po. Ose
Jo, ju e dini, si të dini. Pastaj ulemi e ham për sheshin, gjelin e detit edhe... Sa i beri akoma. Ruku lisni kade, bëni shefin tamam, se shefi është i ëmbël, jo s'bliet moj me para, se vitet ikin tutje, dhe ikin një nga një, se vajzat bëjnë zonja, rinia moj nuk vjen me, se vitet ikin tutje, dhe ikin një nga një, se vajzat bëjnë zonja, rinia moj nuk vjen me. Bulevardi Korçës, ai gjithë, ka vajzat pa masë, dalin dhe shëtisin, valejen e mamasë. Bulevardi Korçës, ka vajzat pa masë, dalin dhe shëtisin, valejen e mamasë. Jam i mire, s'jam i mire, dhe ne jam i mire, jam për veten time. Jam i mire, s'jam i mire, dhe ne jam i mire, jam për veten time. Kur vjen behari, qelshia, vajzat të bukura, faqkat pa puthura, ande këte i kërkoj në djemëtë, duan të lozine, të qeshine. Gëzuar një vitë mbarë. Gëzuar Arjan Dreda si artisti jashtëzakonshëm. Nga një mesazh prej të dyve për vitin e ardhshëm. Kujt të doni, si të doni. Çfarë pret 2026? Shëndet, vetëm shëndet për të gjithë botën dhe në veçanëri për juve, stafin tuaj dhe juve të dyve. Shumë faleminderit. Më të mirat e kësaj bote. Jo vetëm 2026-ën. Është starti i një shoqërie shumë të pastër veçanërisht dhe shumë të mirini, shumë pozitive. O njerëz, kam kaluar kaq kohë dhe nuk e di, por këta janë të gjithë pozitiv. Edhe të shëndoshin me këto mortës. Jul Kazazi dhe ti jo më pak i jashtëzakonshëm je. Faleminderit shumë edhe për ftesën, u kënaqëm shumë, ishte një mbyllje vitit më e mira e mundshme për secilin nga ne. Edhe për mua vlen dhe për mua. Normalisht i uroj të gjithë shqiptarëve, çështja kryesore, pjesa e shëndetit është ajo një nga gjërat për cilën është kryesore dhe pastaj të tjerat vijnë vet. Artistëve sa më shumë krimtari dhe sa më art për veten e tyre, por edhe për ta trashëguar edhe për të formuar, për të mësuar pjesën e formimit kulturor, sepse është një nga gjërat për të cilën e kemi të vështirë të përditshmëri që fëmijët duhet patjetër të mësojnë me art, të mësojnë me kulturë, që nesër të jemi një vend më i mirë dhe një Shqipëri më e mirë për secilin ato banor që do jenë trashëgimtarë ta. Absolutisht. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Arjan dhe Jul, faleminderit edhe ju miq, por përpara se të ikim edhe t'ju urojmë. Përpara se të ikim të ham për sheshin tani, se po vjen ora e ndrimit viteve avash avash. Cineplex vazhdon dhe është aty për ju. Ore kush do na bëj një foto para se të ikim tani? Po do ta bëjmë foto. E bëjmë direkt këtu. Ndërkohë që Egoni lexon, e bëjmë një. Shtypë një foto aty dhe nxjerrë një selfie, kështu që ta kemi. Po, ja ta gjejmë, ma gjejmë. S'kishe. Se si dia. Marketarën, jo që tregoj profesionin. Ndërkohë që Egoni lexon edhe. Jo vetëm foto ta, jo për vetë foto. Dukemi. Dukeni. Se marrësh. Prit. Një sekond. Tani. U kry. Super. Në Cineplex shkoni në kinema Cineplex prej datës 2 janar, pas nesër, pra nesër sigurisht është data 1, është pushim, blini biletën, zgjidhni ulsen tuaj sepse vjen Anaconda edhe një herë, një film me regji të Tom Gornican, me aktorë si Steve Zahn, Jack Black, Paul Rudd, Daniela Melchior, Thandwin Newton dhe Selton Mello. Histori mjaft interesante kjo. Besoj kemi parë atë Anacondën e vitit 1907, një film që na ka traumatizuar, por gjithsesi realizuar shumë bukur, besoj Viola e mban mend.
Tani Dag dhe Grif, dy Nuk isha lindur. persona. Jo, po jo, në 97. Parë më vonë. Po jo në 97, po them më vonë, se kemi parë dhe më vonë. Dag dhe Jack dhe Grif kanë qenë miq të ngushtë që në fëmijëri dhe gjithmonë kanë ndëruar të ribëjnë atë filmin e tyre të preferuar të gjitha kohrave, klasikun Anaconda, kur një krizë në mes të jetës i shtyn që më në fund ta ndjekin ëndrrën, ata nisen në thellësitë e Amazonës për të filluar xhirimet dhe aty në fakt nis surpriza dhe adrenalina e filmit se çfarë ndodh. Mos harroni, prej datës 2 janar pas nesër në Kinema Cineplex Anaconda. Që ta nisni vitin bardhë me filma të mirë. Ne kemi edhe nga një dhuratë vogël me rastin e vitit të ri në Kinema Cineplex. Këto janë bileta dyshe, pra bileta çift. Tha se do vinim ne të dy. Po edhe këto mund ta bëni, jo? Po mos ketë mundësi ta marr bashkë do vetë s'kam të bëj. Mund të shkoni kur të doni, pra janë bileta pa datë në QTU dhe në Tek aty ku gjendet Kinema Cineplex. Për Julin dhe për Arianin. Miq të Kinotekës, faleminderit shumë që na keni ndjekur për gjatë këtij viti. Pak ditë janë ato në cilat ne nuk do të shihemi se viti i ardhshëm është pas pak orësh. Shihoni ushqimet pijen, por mos e teproni, sigurisht. Megjithëse do na gjeni me ca kilogram më shumë kur të rikthehemi në janar, shpresojmë që jo. Do uronim të ishte kështu edhe lutemi që viti i ri të vi me sa më shumë mbarësi, lumturi dhe shëndet për gjithë ju. Miq, një vit të mbar, shumë gëzuar, ne do të shihemi sërish të mërkurën tjetër. Deri atëherë, kalofshim sa më mirë. Gëzuar. Gëzuar.